Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Allahun Zotin e vetëm të vërtetë falenderojmë, mirësitë dhe bekimet e Zotit qofshin mbi profetin sallallahu alaihi wasallam, si dhe me gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Allahu i lutur na dhurojë dije të dobishme, ta mundsoj vepra të mira, sa të jemi gjallë, të furnizojmë me furnizim pastër dhe halal. Pa humbur kohë, inshallah taala, po filloj me pyetjet të cilat janë këtu, të gatshme ose pyetje që mund t'i bëjnë vëllezërit ose motrat kështu direkt. Atëherë thotë pyetja e parë që bëri ky vllai, thotë kur ka ndruar jetë pejgamberi alayhis salatu wassalam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndruar jetë në moshën 63 vjeçare në vitin e 11 të hijretit, pra sa ka filluar viti i 11 të hijretit në muajin Rabiul Awwal. Nëse do ta dish me datë tjetër, lloji ka lindur në vitin 572 dhe ka ndruar jetë mas 63 vitesh. Pra i bie që të ke ndruar jetë në vitin 633. Ka ndruar jetë në vitin 633, sipas 635, 572 edhe 63, 735. Ndërsa në vitet hënore, në vitin 11 të hijretit, pra 10 vjet mas i ka emigruar në Medinë. Trupi i tij aktualisht është në Medinë tek xhamia e Profetit alayhis salam, sepse profetët varrosen aty ku vdesin. Pejgamberi sa ka ndruar jetë ke dhoma e Aishës dhe aty është bërë varri sallallahu alaihi wasallam. Pyetja e radhës thotë, a lejohet të ta themi surën Al-Fatiha kur bëjmë lutje dhe dua? Nëse thuhet ndonjëherë s'ka problem, ama nëse bëhet rregull, kalon bidat. Nëse bëhet rregull, kalon në bidat. A e prish agjërimin larja e dhëmbëve? Jo, nuk e prish agjërimin larja e dhëmbëve, edhe nëse mas i ka la dhomët njeriu nin shijen sikur po i shkon poshtë, nuk e prish agjërimin. A e prishin agjërimin insulinat? Jo, nuk e prishin agjërimin insulinat. Marrja e gjakut për analizë, a e prish agjërimin? Nuk e prish marrja e gjakut për analizë agjërimin. Kur falim namaz tekbiret si bëjmë me z apo pa z? Kur falim namaz tekbiret bëhen sipas llojit të namazit. Nëse është namaz kur gjërat bëhen me z, bëhet me z. Nëse është namaz që gjërat bëhen pa z, pra për shembull ndrek në kindi, s'ka z, pa z. Sabah, akşam, yatsi me z. Nëse është personi vetëm, me z të ulët. Allahu akbar. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Me z të ulët. Në namazet me z, pra sabahun, 2 rekatet e para të akşamit dhe 2 rekatet e para të yatsis. Çfarë do themi atyre që thonë, po të kruhet syni do të qajsh, larg budallëve. Po të kruhet veshi do të bjerë shi, larg budallëve. Po të kruhet humba, do të zihesh me dikë, larg budallëve. Po të kruhet dora do të bëhesh me lek, larg budallëve, na u ka ça dora të krujt. Po të kruhet këmba do të bësh rrugë, larg budallëve. Por të kap lemza të kujton dikush ose përmend dikush, larg budallëve. Ne e dim thotë që këto janë besëtni, por si ti bindim ata, mos u merr fare. S'ka nevojë me i bindish, lej të kënaqen. Thuaj që këto gjëra si ka përmend Zoti, si ka përmend pejgamberi sa, Islami, feja e Zotit është kundër besëtnive, kundër
besimeve supersticioze, këto quhen besime supersticioze, që njeriu e lidh marrësinë dhe të keqen me fenomene dhe dukuri që s'kan gisht as dorë në mbarvajtjen e jetës njeriu. Një djalë musliman praktikant më ka shkruar për t'u njohur me të. Mashallah, i guximshëm. Bravo Lali. A mund të vazhdojmë edhe në Ramazan si njohje? Allah, në Ramazan problem është e çik. Po ju njoftoni familjet, mas iftarit uluni. Ti ulesh me çunin me tavolinë dhe familjet tuaja ulen në një tavolinë tjetër. S'ka problem. Edhe në Ramazan nuk njihen, nuk ka asnjë problem fetarisht. Përkundrazi, inshallah është më mirë në Ramazan, ka bereqet. Inshallah Zot. Çfarë vlerë dhe shërbimi ka sura El-Fatiha? El-Fatihaja është beslidhja mes njeriu dhe Zotit. El-Fatihaja është shërim. El-Fatihaja është esenca dhe ajka e Kur'anit. El-Fatihaja është mjaftuese, pra po e lexon mjafton për gjithçka. El-Fatihaja quhet esenca e Kur'anit, esenca e librit, hyrja e Kur'anit, parathënia e Kur'anit. Gjithë librat qiellor janë mbledhur në 4 libra. Dhe 4 librat qiellor janë mbledhur në Kur'an, dhe gjithë Kur'ani është mbledhur në surën El-Fatiha, dhe sura El-Fatiha është mbledhur në ajetin Iyyake na'budu wa iyyake nesta'in. Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Nëse gjatë Ramazanit përjetojmë ndjesi, pastrimi, kënaqësie dhe keqardhje për gjunahet tona, shenjë mirë. Kjo është shenjë mirë. Shenjë mirë shumë. Po inshallah vazhdojmë gjatë gjithë Ramazanit. A lejohet konsumimi i çamçakëzit në Islam? Lejohet, stresi zero. Fute stresin ngrirje dhe përdore. Ama në Ramazan jo, ma gjërim jo. Në Ramazan jo. Namazin atë është njëjtë me namazin e taravis, nëse e fal në shtëpi, po inshallah. Kush nuk ka mundësi me e fal në xhami, e fal në shtëpi. Aq sa falet në xhami. Aq sa falet. Kështu që a është e vërtetë se gjatë namazit nuk duhet të përshpëritësh? Çfarë me fol me shokun apo me shoqen anash, këtë ke për qëllim? Çfarë ke për qëllim me fjalën përshpëritje? Çfarë ke për qëllim? Ha? Me bo dua. Me bo dua lejohet kur ti je në sejdë. A duhet bëjmë dua përpara se të pimë në një ilaç? Bismillah, e në marroj historia. Çfarë dua e bësh? Ilaçi s'është ujë zemzemi. Kur fal namazin në shtëpi vetëm, si duhet të pozicionohemi? A duhet të jemi drejt apo të kthehemi pak anash? Po ku e di se ke shpinë, ti mund ta kesh shpinë nga Afrika e Jugut. Varet se nga e ke shpinë. Po e ke shpinë në jug lindje drejt, po e ke shpinë veri djathtas, po e ke shpinë në jug majtas. Shif ka aplikacion, thot search kibla, edhe ta tregon ai qafiri. Ka program që ta tregon këtë mohabet. Aplikacion edhe ta orienton nëse nga është drejtimi i kiblës. Shqipëria e ka juglindje. Shqipëria ka juglindje. Pra nëse ti drejtohesh nga juglindja, je okay. Dhe stresi zero. Pasi që mësojmë rregullat e tajwidit, a duhet që ta lexojmë Kur'anin gjithmonë me rregullat e tajwidit? Po përse mësohet tajwidi? Për ta marrë në raft tajwidi, rregullat e leximit të Kur'anit, për këtë punë mësohet që kur lexosh Kur'an ta lexosh sipas rregullave. Që kur është thëju kunati jam smur, 25 vjeç, da atëherë veç smuna dhe burri u smu. Dilni në shtëpinë vete me bini rahat. Dilni në shtëpinë vete. Dilni në shtëpinë vete. O Allah na fal. Okej, pastaj edhe një pyetje hartim. Që mbyllet ndjes dhe kënaqësi.
Ndjes të kënaqësi dhe nga ana ime. Po, çfarë ka po? Është vetëm i drejtë me paguritet për persona që kanë një disa dhe në gjënë kanë një më si dhe për këtë person. Edhe herë? Person të cilët i kanë një nga Ramazani i kaluar. Agjërojnë më mrapa. Edhe pse se kanë plotësuar nuk ka problem. S'ka problem. Si dhe për S'ka mundësi me agjusës. Po mirë, këtë Ramazan do të agjëroj ai? Po jo, ka agjëru që një vetë, për shumë në bashkë, apo ditët e fundit, edhe vetë i afërë, se vetë mund t'i me arritë, se ishte shumë me lozë. Po t'i agjëroj ndimën, ato të di që si ka arrit, mos t'i lejta një bërë në fund. Ti agjëroj në ndorë, 10 orë, 1 narë, ti ndaj ka 2 ditë, ka 2 ditë, ka 2 ditë, pse i leta një bërë në fund të smuhet. Këtë arsye duhet që me e gjurë për para, 8 orë, sa ditë kishtë ajo për shemë? 10 ditë, në 8 orë 3, 9 orë 3, në 10 orë 3, marrë histori. Po mi, leta gjëroj më vonë, nuk ka problem, mas një viti, mas 2 vjeç. E rëndësishmë është që ti maj shënim. E rëndësishmë është që ti maj shënim. Për shemë, 2024 kam 10 ditë, 2025 6 ditë, ti maj shënim, kur ti jetë më mirë, i bon. Po. Lejohet mas dreke, mas e këndije, mas sabau. Po njëti dhe me fillu hatën për Ramazan. Se fillon do të për këndi, e fillon mas aksham. Për këndi jo. Po. Se këtë ditë në kalendar në natën ka është natën 26. Jo, është natën 27, po me 26, ditë në 26. Ditën e 26, që është nata 27. Sot sa Ramazanimi sot? S'ke në rëfën Ramazan. A më son të ndargët ne qa bëjmë? Ha? Do të thotë që nata është përpara ditës. Kurse kalendari që thotë 26 Ramazan, nata e kadrit, ka për qëllim natën, nuk ka për qëllim ditën. Po erë të tjerë se ka shumë datë 27. Ha? Erë të tjerë se ka shumë datë 27. Dita 27 Ramazan. Absolutisht jo. Shive kalendarin e vjetër. 26 Ramazan. 26 Ramazan. Që i bjerë natën 27. Si do t'jetë jeta jo në xhenet? Këtë pyetje duhet me nisë tani edhe me marru për namaz jacije. A do të ketë atje namaz, Kur'an, agjerim, dhikr, ja, jo, do të ketë atje. Adhurime nuk kanë në xhenet. Adhurime vetëm, atje merren vetëm shpërblime. Vetëm shpërblime. Përmendje e Zotit ka, dhikr ka. Dhikr, përmendje e Zotit, po kështu gjona tjera nuk ka. Stresit zero, amon vetëm bëhemi banor xhenetit, se do i shohim atje të gjitha. Aleikum selam. Mënyra më e mirë për duaja është 2 llojesh. Dua e shpejt që njeriu bën për një moment, për një situatë, kjo s'ka nevojë për asnjë gjë. Dhe dua që njeriu ka nevojë me bë dua për një gjë fikse, caktuar. Atë kjo dua niset me durët nga lart. E nis me falënderimin e Zotit. Salavatet mbi pejgamberin. Lavdro Zotin për të mirat dhe prano të mirat e Zotit. Tregoj Zotit dobësinë tate që s'ja ke dhënë hapun këtyre të mirave që ka dhënë. 4. 5 futu ka halliot, ke sikleti që ti ke. 6 mbyllë duan duke çu prap salavat me pejgamberin alayhis salatu wassalam. Si? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Futesh. O Zot, ty të falënderoj për gjitha të mira që më ke dhënë, çdo gjë që kam prej teje. O Zot, unë jam i dobët me të dhënë ty hakun e falënderimit për këtë mirësi që ti më ke dhënë. O Allah, o Zoti, unë kam nevojë për këtë gjë. Marrove hallin që ke sikletin. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed.
Mos alejt ala Ibrahimin në kamin në mëgjit. Por se njeriu kur bën dua duhet ta ketë mendjen aty, duhet të përqendrohet. Duhet të jetë fokusuar këtë dua që bën, duhet ta ketë mendjen aty. Lutet vazhdimisht. Ti mos mendo se e bën dua një herë marrove punë. Atë duhet përsërit, duhet po. Duhet të jesh i sigurt që Zoti ka përshtaton përgjigjen për këtë hall që ti ke. Mos të jetë lutje e keqe për hapun e tjetrit, për padrejtësi. Pa ka lutja edhe gjëra të tjera. A është haram nëse i vënojnë namazet me arsye? Sa është mirë që muslimonit i vënojnë namazet? Nëse ke për qëllim i vënojnë nga koha fillestare, nuk ka problem, se mund të vënojnë. Po me i vënu në kuptim që me dalë nga koha, pastaj është problem. Pastaj është problem. Kur shkoj falet akşami, drekën dhe ikindin nuk e kam falë, çfarë të bëj? Po muslimoni nuk duhet bëjë kështu pyetjesh. S'kam falë drekën dhe ikindin, ka një akşam. Çka ke qenë të bëj, kam qenë të rujt 10. Kam qenë të rujt delet. Edhe delet me qenë të rujt apo 10, e falë drekën, e falë ikindin. Muslimoni nuk bën kështu pyetjesh. Muslimoni tamam, muslimoni vërtet. Sikur s'ka ndodhur asgjë gjë. Gjë më kanë ikë namazet, më kanë ashur, po si t'ja bëjmë për shembull kur ato u fal akşam, si t'ja bëjmë për drekën e ikindin. Kjo pyetje do ta bëj robin të qaj me lot. Pra Allahu ka thirrë në takim si ke shku Allahu në takim. Tani pyet hoxhën, si t'ja bëj se si kam fal? Më thirrri Zoti, po nuk i shkova. Si t'ja bëjmë për këtë mohabet? Çfarë thot hoxha? Po të pëlqej çmend. Ne nuk duhet ta lejojmë veten tonë shkojmë deri këtu. Nuk duhet ta lejojmë veten tonë shkojmë deri këtu. Nëse ndodh në herë ekstrem, fal drekën, ikindin, pastaj akşamin. Ndodh në herë ekstrem ka për qëllim smundje, s'ke fqi me u fal të karatfikt, të ka ik dreka me ikindin, dhe të doli të fikti për akşam, i arsyetuar. Ke qenë gjendje koma, të kanë ik 7 namaze. Fali me radhë gjitha, s'ka problem. A më kështu të hungër petla, ose se ke dal ke tegu, apo ke fegu, apo ke megu, më thu, se fare se isha deca petla, isha të ble kokoshka. Edhe pyet hoxhët, si t'ja bëjnë? Kështu që duhet jemi shumë të kujdesshëm me namazin. Namazi është toleranca zero. Namazi është vija e kuqe, po humi dhe namazi s'ka ngel më gjon ke njeriu. Çka ka ngel ke njeriu po iku te namazi? Ramazanin e ke herë në vit, zekatin e ke herë në vit, haxhin e ke herë në jetë. Ky namaz më është feja jon. Ky namaz është besimi jon, ky namaz është që neve në man. Kështu që këto quhen pyetje pa këndshme. Pyetje mërzitëse, pikëlluese, pyetje vajtuese. Këto pyetje do ta bëjnë edhe hoxhët me qa, edhe ato që ka bë pyetjen me qa. Shtëron kjo punë, si ta bën se kanë 2 namaze, po ka një kohë akşamit. Po për çfarë jeton për shembull? Cila është arsyeja që jeton në jetën e kësaj bote? Kur të ikin 2 namaze. Për çfarë jeton? Për mbullat shko. Për ajër, për oksigjen. Për çfarë arsye jeton njeriu nëse ikin 2 namaze? Për çfarë arsye jeton? Cila është arsye që jeton? Ke bënë këtë pyetje vetes? Nuk duhet që muslimani të ikë asnjë namaz. Nëse ndodh për arsye madhore, gjumi, harresa, smundja, gjendje koma apo të fikti, atëherë në momentin që i jepet mundësia, i fal. Namazin që i ka ik, pastaj namazin tjetër, pastaj namazin e kohës.